Bismillahirrahmanirrahim. Arsimi dhe gjithësia në periudhën e artë islame. Muslimanët e parë me përpikmëri përmbashin dispozitës kuranore: "Ela ta'dilu adilun huwa aqrabu lit-taqwa." Bëhuni të drejtë sepse ajo është më afër devotshmërisë. Surja Maide, ajeti 8. Bashkësia e parë islame në çdo gjë ishte shembullore. Historianët theksojnë se ndonjëherë ka kaluar dhe një vit i tërë e në Medinë të mos vi deri te ndonjë proces gjyqësor. Në atë bashkësi secili i dinte punën dhe detyrat e veta. Secili e respektonte të drejtën e tjetrit, janë sjellë ndaj të tjerëve ashtu si kanë dashur që edhe të tjerë të sillen ndaj tyre. Nëse paraqitet nevoja për gjykim, atë e bënte vetë Muhamedi alayhis salam në bazë të Kuranit. Gjykimet e tij dietarët musliman i kanë tubuar në përmbledhje të posaçme dhe i kanë ruajtur për gjeneratat e mëvonshme. Mirë po sa më shumë që zgjerohej shteti i muslimanëve, aq më tepër paraqitej nevoja që të gjykojë edhe ndonjë shok i Muhamedit alayhis salam, duke marrë parasysh se Muhamedi alayhis salam nuk mund t'i mbërrinte të gjitha gjykimet për gjyqtar. Muhamedi alayhis salam i caktonte ata ashab të cilët tregonin prirje për gjykim të drejtë, ata ashab të cilët tregonin pra prirje për gjyqësi. Gjithsesi ata të cilët e njihnin më mirë Kur'anin. Ndërta më të shquarit ishin Aliu, Muadh ibn Xhebeli dhe Zeid ibn Thabiti. Gjykat ishte pra xhamia. Arsimi. Edhe pse Muhamedi alayhis salam nuk kreu ndonjë shkollë, sepse në atë kohë as që ekzistonte ndonjë shkollë në Mekë, ai me shpalljen e Zotit fitoi diturinë më të madhe që mund të mendohet. Atë e mësoi gjithfuqishmi përmes shpalljes së tij. Fjala e parë së cilës ishte Ikra, lexo, mëso. I nxitur nga shpallja e Zotit, Muhamedi alayhis salam vëmendje të posaçme i kushtoi arsimin. Edhe pse në kohën e luftës së Bedrit muslimanët ishin shumë të varfër, ai urdhëron që në vend të kundër pagesës secili rob i zën që ditë të lexojë të shkruajë, tua mësoi 10 muslimanëve shkrimin e këndimin. U mësuan të lexojnë e të shkruajnë jo vetëm meshkujt, por dhe femrat. Bashortja e Muhamedit alayhis salam, Aisha, ishte shumë e arsimuar dhe njihte mirë të drejtën e shariat, lingvistikën, gjenealogjinë dhe jetën e arabëve. Xhamia krahas ibadetit shërbente si gjykat dhe si qendër për marrëveshje dhe arsimim. Muhamedi alayhis salam në xhami mësonte ashabët e vet, u shpjegonte parimet e fesë dhe u komentonte Kur'anin. Ekzistonte ndërtesë posaçme për lexuesit e Kur'anit, Darul Qur'a. Disa shokë të Muhamedit alayhis salam janë shquar posaçërisht në shkencën, e sidomos Aliu, Omeri, Zeid ibn Thabiti, Abdullah ibn Omeri, Abdullah ibn Abbasi dhe të tjerë. Ata i mësonin muslimanët e tjerë, ndërsa Aisha i mësonte muslimanët. Muhamedi alayhis salam në disa vende dërgoi disa ashab si mësues të fesë. Mësuesi i tillë i parë dhe misionari i Islamit që Musab ibn Umeri, i cili u dërgua në Medinë pak përpara hijretit. Në kohën e Muhamedit alayhis salam, me të madhe praktikohej mësimi i përmendur në radhë të parë i Kuranit, pastaj i hadithit dhe i teksteve të tjera që më vonë patin ndikim të madh në zhvillimin e tefsirit, të hadithit dhe të shkencave historike.